kjo sure është veçu veç për të këqit. Kjo sure në këto ajete s'ka as premtim, as njerëzit mirë, as xhennet, as nisen. Ka vetëm përshkrim të karaktereve të liga të njerëzve të këqit dhe përfundimin e tyre. Dhe këtë sure duhet ta merr besimtarin konsiderat lartë, ta merr me seriozitet, nga se si ka mundësinë një sure e ka veçu Zoti po njerëz të këqij. Çka kanë bërë ata që një sure më u kushtu atyre? E kjo sure quhet Suratul Humaza, surja e përbuzësve, surja e tallësve, surja atyre njerëzve të ligë, të cilët e përdorin ironinë dhe talljen dhe nënçmimin në formën e gjesteve dhe të fjalëve. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në këtë sure: "Wailun likulli humazatin lumaza." Mjerë. Dhe tha mjerë do më thonë kur i thu dikujna kuku për tyje. Mjerë për tyje, që ka me gjithë tyje. E disa djetarë kanë thonë Wail është një lugin e xhenemit. Wail e ka emrin Wail, lugin e xhenemit. Mjerë, por si cili. Dhe është interesant se në ajete kur vinë fjala si cili rrallë vjen në Kur'an. E në këtë ajet ka ardhur Wailun likulli. Por çdo një, pra çka për jashtim hiç. Si cili, çka ka hise nga tallja dhe nga përbuzja e njerëzve, do të ketë nga hisja e ndëshkimit të Zotit te bareke ve teala. Çka do të Allahu xhelel xhelalu? Mirë, por si cili, i cili është tallës, nënçmues dhe i merr njerëzit për hajgar, lumez, qoftë me gjeste, qoftë me fjalë. Andaj kritika më e madhe në këtë ajet për kanë shkarkohet mbi kanë bie për tallje. Bane men, asnjë vepër nuk e lëndon njeriu dhe nuk e thyen ata sikur tallja. E çka më interesant, se në këtë ajet ne kemi përmendur se xhenemi ka shumë lloje. Ka që përdlon, që djeg, që të lëndon, që të shkakton ngushtim, që ta zefrimën, etj. Në këtë ajet ka ardhur xhenemi çati lloj që ka bëu punën. Çfarë xhenemi ka ardhur? Le ju mbedhen në fil hutama. Do të hidhet që ki përbuzësi dhe tallësi i njerëzve në cilin xhenem hutama. Dietar kanë thënë hutama i thojnë çdo sendit çka është i fortë dhe të ban coptopa. Allah do ta gjujnën që xhenem çka e tha, do ta bëjë coptopa. E pse o Zot? Se i coptonte ndjenjat e njerëzve. I lëndonte ndjenjat e njerëzve, tu i përbuz ata, tu i tall ata. Andaj dietarët konkluduan nga këto premisa se ai i cili tall njerëzit e ma veten me të madh, tjerë kur kush nuk janë kur gjë. Bat në fronin e lartësisë. Ta dije se e ka sfidue Rabbul Alamin, Zotin e botrave. Andaj Allahu xhelel xhelalu tha hadith kutsi: krenaria, mu majt me të madh, është petka ime. Kush e veshët